Greqia publikon hartën e re të kufive detar me 12 milje në territorin shqiptar. Qeveria ka publikuar zyrtarisht planin hapësinor detar duke përcaktuar pretendimet për kufijtë e saj detar. Athina zyrtare ka publikuar një hartë të detajuar të pretendimeve të saj në hapësira detare në kufi me Italinë, Turqinë, Egjiptin, por edhe me vendin tonë. Sa i përket ndarjes kufive detar me Shqipërinë, mediat greke raportojnë se me ndarjen e re pretendimet e Greqisë shkojnë duke u zgjeruar me 12 milje edhe në detin jon, duke përfshirë nën territorin grek disa territore shqiptare. Ende nuk ka asnjë reagim nga vendi ynë teksa marrëdhëniet Shqipëri-Greqi mbeten të tensionuara për çështjen e detit, ligjin e luftës, por edhe për përplasjen e krijuar me arrestimin e Fredi Belerit. Sipas qeverisë greke, në hartë përfshihen kufijtë e jashtëm të shtetit kontinental grek deri në përfundimin e marrëveshjes me shtetet fqinje, brigjet e cilave janë ngjitur ose përballë brigjeve greke. Harta përfshin gjithashtu kufijtë e detit territorial, legjislacionin kombëtar ekzistues, protokollin greko-turk të vitit 1926, marrëveshjen dhe protokollin italo-turk të vitit 1932, me rezervimin e përgjithshëm të zgjerimit të gjerësisë në 12 milje tregtare në përputhje me konventon për të drejtën e detit, e cila pasqyron të drejtën zakonore ndërkombëtare. Përmes këtij plani, Greqia afirmon të drejtën e saj për ndikim të plotë jo vetëm mbi brigjet kontinentale, por edhe mbi ishuj, duke shtrirë kufijtë e ZES së saj deri në zonën perëndimore të asaj Qipriote. Dokumenti zyrtar përfshin gjithashtu edhe ujërat territorial ekzistues 12 milje në detin jon dhe 6 milje në pjesën tjetër të hapësirës detare, me të drejtën për zgjerim deri në 12 milje, siç lejohet nga Konventa e OKB-s për të drejtën e detit. Ky veprim i Greqisë vjen në një kohë kur tensionet në mesdheun lindor janë të larta, duke rritur më tej ndalikimet gjeopolitike në rajon dhe duke vënë parë rëndësinë e diplomacisë ndërkombëtare për çështjet e sovranitetit detar.